Jeta e ka sfiduar Xhaneta Nuridinin si nën e grua. E vetmi duhet të kujdeset për dy vajzat e saj të paralizuara. Njëra prej tyre, Marcela, ka nevojë edhe më të madhe për kujdes, pasi gjendja e saj shëndetësore është tejet e rëndë. Vajza është e paralizuar ka gati 30 vjetë, është 30 vjetë që vajza. Në moshën 56 vjeçare, Xhaneta është e detyruar të mbajë mbi vete rolin e nënës, të babait dhe të mbështetëses së vetme të shtëpisë. Ndihmë që merr nga shteti nuk mjafton as për nevojat më bazike. Dal vetë për kanaçe, me vërtet marrë invalid për të dyja, marrë dhe asistencë, por nuk më dalin. Nuk më dalin se kam shumë kushte të vështira. Jo blej ushqime, jo blej bibilina, jo blej asulin, se kam dhe me diabet vajzën. Më thanë dhe për ta operuar, por nuk kam mundësi. Me slotësh ajo tregon se vit pas viti, gjendja e vajzës përkeqësohet dhe bara e kujdesit rëndon e gjitha mbi shpatullat e saj. Xhaneta thot se ka nevojë urgjente për një karrocë për vajzën, sepse nuk ka mundësi ta sigurojë vetë. Kam nevojë për bibilina, për karroca, për gocat, për ndaj ushqimore. Për kalamajt, për vete s'kam mundësi që t'i blej ilaçet, vuaj nga tensioni, nga zemra, ja t'i tregoj gjithë ilaçet që pi. Akoma i kam kratë të nxira që bëj surume e gjë. Kam shumë kushtet, nuk kam mundësi. Ajo apelon për ndihmë, duke shpresuar se zemërgjërsia e njerëzve do t'i jap një dorë në këtë betejë të vështirë.